Një stuhi e fuqishme dimërore e emërtuar Goreti ka përfshirë Evropën qendrore dhe veriore. Mbi 10 persona humbën jetën këtë javë në aksidente të lidhura me motin, përfshirë 5 viktima në Turqi. Në Francë, mbi 380.000 shtëpi në veri të vendit mbetën pa energji elektrike, ndërsa erëra të forta deri në 216 km/h rrëzuan pemë dhe shkaktuan dëme materiale. Shumë shkolla mbetën të mbyllura, ndërsa valët e mëdha shkaktuan përmbytje dhe bllokuan rrugë dhe porte, përfshirë dhe atë djepe. Në Gjermani, bora dhe erëra të forta prekën qytetet e Hamburgut, Bremenit dhe Frankfurtit. Shumë shkolla u mbyllën, fluturimet në aeroportin e Hamburgut u anuluan, ndërsa ndeshjet e futbollit u shtyn për shkak të rreshjeve. Në rajonin e Ballkanit, Moldavia mbylli 600 shkolla, ndërsa qindra shtëpi në Rumani mbetën pa energji elektrike. Ndërkohë në Shqipëri, rreshjet dhe përmbytjet goditën veçanërisht rajonin e Jugut, ku autoritetet filluan evidentimin e dëmeve. Serbia dhe vendet e tjera të rajonit janë përballur me akullin dhe dëborën. Ndërkohë në Britaninë e Madhe, stuhia është përplasur me masën e ftohtë arktike, duke sjellë borë në veri dhe shi të rrëmbyeshëm në jug. Mbi 57.000 banesa mbetën pa energji, mbi 250 shkolla në Skoci u mbyllën dhe rrugët e transportit u bllokuan. Meteorologët kanë lëshuar paralajmërime të kuqe, niveli më i lartë i paralajmërimeve për kushtet e rrezikshme në jug perëndim të Anglisë.